është një logjike thjeshtë. Të gjithë politika, pa përjashtim këtu, kur flasim për drejtësinë, flasim për drejtësi pa politikë. A e vetmja mënyrë me realizu drejtësinë pa politikë është që pikërisht ata që thirrën në këtë maksim me nejtë larg nga drejtësia. Ka që thjesht është. Pra nëse të gjithë partitë politike që e promovojnë me zët lartë pavarësinë e gjyqësorit pa politikë, do të rrinin larg nga drejtësia nuk do të ishte politike. Pra, mos të harron asnjëri, e as gjithë bashkë, që secila përpjekje me interferu në drejtësi, në cilën do formë, nga koncepti apo nismat ligjore, deri tek rastet ndale, janë gjurmë në sistem. Pra, në qoftë se tani nuk mund të themi që është faktike, unë s'mund ta them, sepse absolutisht kom qenë larg nga gjykata, është indikative. Që po, ka pas, do të thënë, vazhdimisht, si me thënë, dhe ka vazhdimisht, fatkeqësisht, si me thënë, interese me ditë për çështje nga drejtësia. E vetë një mënyrë me që në drejtësia pa politikë është që pikërisht që ta më najtë larg prej drejtësisë. Kryesor, si kemi po politikanë që deri tash përveç këtyre mënyrave që kanë ndërhy në pavarësinë e gjyqësorit, duke mos e përkrahur si duhet, duke bërë sulme e kritika të vazhdueshme, në rastet kur kanë qenë vetë subjekt të procedurave gjyqësore, janë ardhur sikur do farë kauboj në seanca, në sallat gjykimeve, me durë në xhepa, një farë sjellje shumë jo dinjitoze, një mos respekt shumë i madh ndaj gjyqtarëve. Ajo ndoshta edhe mund të pritet nga politikanë të tillë, por ajo çka spritet nga publiku, nga qytetarët është që sjellje të tilla të tolerohen nga ana e gjyqtarëve, nga ana e trupit gjykues. A ka frikë nga politikanët, apo cili është shpjegimi për këto sjellje të gjyqtarëve në raport me politikanët? Si me thënë, vetë organizimi i sallët gjyqi është i ndërtuar si strukturë me shekuj, dhe me thënë. Pra, gjenerohet qysh prej drejtësisë romake, vjen pastaj, e nënkompton që në princip aty në bollën e asaj sallë është dikush që është një arbitër i pavarur, i paanshëm në proces. Dhe madje unë guxoj me thonë që është pa motiv me proces, me thonë drejtën. Sepse sistemi jonë është i tillë që nuk e ka fort gjyqtarin aktiv në proces. E respekton rolin e palëve dhe palët e kanë detyrën. Dhe njëkohësisht e ka pjesën ku palët duhet të jenë përballë kësaj gjykate. Pra, integritetin në kësaj sallë në por ka për detyrë me ruajtur ai që është në ballë sallës, pikërisht gjyqtari. Dhe më vjen keq. Por gjithë ata që se kanë kurajën me ruajtur integritetin e sallës gjykimit, gjykatës, po dhe vetin në por, më vjen tepër keq. Absolutisht që edhe për këta që nuk e kanë kurajën me respektu gjykatën. Por më radh por për këta që nuk kanë kurajën me ruajtur integritetin e sallës gjykimit. Dhe s'kam asnjë koment tjetër për këtë pjesë. Pra, nuk ditën që, edhe e kam thonë edhe me një rast tjetër, ditën që sjellja e jonë së gjyqtar varet nga figura ati që e kemë përballë, veç drejtësi nuk është. Pra, ky është mesazhi për gjithë. Tani, a do të kemi gjasa që të nënshtrohemi një sulmi publik i portaleve të mediave tjera, e një gjykimi, ndoshta, në qoftë se keni rast mediatik, patjetër që po. Por, kjo nuk në kupton që ne du të ulim kriteret e integritetit të gjykimit. Ne du të arrisim nivelin e integritetit të gjykimit në çdo rast kur observimi publik është më i lartë. Pra, në vend që ne të arrisim kujdesin në gjykime të tilla, ka një praktik, ka ndodhur që është tul kujdesi dhe për fat keq që është ajo rregull i thjeshtë në drejtësi, si me thënë, syri publiku të shënë rastin e dështuar, jo rastin e suksesshëm. Dhe kjo neve na kushton shumë, me thonë drejtën si sistem.
Sidomos kur dihet që ka një besueshmëri jo shumë të lartë, pra ka një besueshmëri tullt në sistemin gjyqësor. Po flasim për një prej aspekteve më të rëndësishme dhe vazhdimisht më të kritikuara në sistemin e drejtësisë. Aspektin e llogaridhënies. Në sistemin gjyqësor ka një përparim i cili është pranuar nga të gjithë në aspektin e rritjes së transparencës. Pra, si nga Këshilli Gjyqësor, po ashtu edhe nga gjykatat, cilat nuk kanë qenë asnjëherë më të hapura se sa tani. Megjithatë, Këshilli Gjyqësor ka kritika ende për vendimet disiplinore të cilat publikohen, por nuk publikohen raportet e panelit hetimor, në bazë të cilave dhe merret vendimi i komisionit dhe i Këshillit. Tani tek llogaridhënia, çka janë hapat konkret që janë marrë kryesues? A ka rritje të llogaridhënies së gjyqtarëve, apo ala po vazhdojmë me i pa me atë synin që i kemi pa si barës të funksioneve gjyqësore që shkojmë punë kur dojnë, i bojnë do seanca blok në orët e paradites, mas ditës i shohim, dhe me thonë, çka është ndryshu? Për një ka njerë, ndoshta edhe na kemi diskutu për orarët e për integritetin e angazhimit në zyre, çështje tjera, që me një sistem normal nuk diskutohen. Mu vjen keq, sinqerisht, në cëjnë dhe kapacitet që ndodhëm, në vitin 2006 me folë na për orarin e punës. Ndërkohë që kemi, sinqerisht, gjyqtarë që për një men nuk kanë orar punës, sepse punojnë 2 motorë në ditje. Besoni që ka. Për shkak se e kanë ambicin, e kanë ndjesin për përgjësin. Por edhe, si e kam vullnetin me i bojgjarë. Kemi edhe, ndoshta edhe grupin tjetër që duket që nuk e ka në nivel të lartë prioritetit punën gjykatë. Tani, kjo duhet me që janë në radhë parë në reflektim personal. Pra sepse është një farë lloj diversiteti brenda një gjykatë të vogël, edhe në gjykatë të mëdha patjetër. Pra ata që shumë të angazhuar dhe ata ma pak të angazhuar. Dhe kjo ka qenë debati jonë me kryetarët e gjykatës, ndoshta që këtu duhet fillojmë. Pra me kërku, sepse nuk është e pranueshme të ketë shumë rregulla strikte për gjyqtarin, sepse me vërtet angazhimi i tij mund të jetë i tillë që nuk i mundson në respekt orarit 8-4, por një angazhim ndoshta për te këtyre limite. Është punu, domethënë, në konceptin e reformës dhe ne kemi miratu, domethënë, edhe rregulloren për normën e gjyqtarëve, që nuk ka qenë shumë e pranuar dhe realisht edhe më thamë si kryesuesi i Këshillit deri në këtë moment që ka qenë një zgjidhje e përkohshme, sepse u ndërtuaj standardin 22-27 lanë pavarësisht çfarë lloji janë, çfarë kompleksiteti kanë, dhe ndërtuam sistemin e pikëve. Kjo është e provuar. Morëm statistikat dhe rezultati është dukshëm më i lartë pas këtij akti, atë miratuar nga KGK-ja. Ka dhënë Komiteti i Etikës opinionet që duhet respektuohet prioriteti i lëndëve. Dhe ne kemi punuar shumë me bë sistemin proporcional, me pas ngarkesa pavarësisht njëjta të gjykatave. Kemi lëviz gjyqtar, kemi caktuar organogramat edhe madje edhe lëndë. Tani jemi në fazën, madje është më nëse s'gaboj këtë ditë në dëgjem publik, rregulloria për performancën e gjyqtarëve. Ne po është mirë me thonë këto se është e rëndësishme, gjykata kushtetuese ka leju që dështimin e përmbushjes së detyrave të punës, që në fakt është fiks performanca e gjyqtarit, me qenë shkak për largimin e gjyqtarit nga sistemi. Pra në momentin që miratohet pakuja e ligjeve, njëra prej mundësive me sharku gjyqtarin do të jetë dështimin e përmbushjes së detyrave të punës. Dhe njëkohësisht performanca që është krejtësisht përgjithësi ekskluzive e KGK-s, edhe sipas kushtetutës, kërkon sipas standardeve të Këshillit të Evropës që ne kemi pranuar dhe kemi dakorduar me zyrën e BE-s tani, është që zhvendoset vlerësimi nga kriteret sasiore në kriteret cilësore. Por me një komision për një me të pavarur që vlerëson me parametra unik brenda komisionit.